Izraeli nisi një valë të madhe sulmesh ndaj Teheranit këtë të njëjtë, duke synuar sipas tij infrastrukturën që i përkiste autoriteteve iraniane. Kjo vjen pasi raketat iraniane bën që miliona izraelit të futeshin me vrap në pika strehimi kundër bombave. Teksa lufta ka hyrë në ditën e saj të 6, konflikti është zgjeruar përtej shteteve të Gjirit dhe Nazi, duke tronditur tregjet globale dhe duke bërë që mijëra turistë dhe banor të bllokuar të përpiqen të largohen nga lindja e mesme. Ministri i jashtëm i Iranit e quajti fundosjen e një anije luftarake iraniane pranë Sri Lankës të mërkurën, nga ku mbetën të vrarë të paktën 80 persona, një mizori në det. Ai tha se fregata iraniane Dena, me gati 130 marinar në bord, ishte goditur pa paralajmërim në ujërat ndërkombëtare dhe paralajmëroi se Washingtoni do të pendojë shumë për precedentin që kishte vendosur. Ne kemi vendosur të luftojmë amerikanët kudo që janë, tha General Qumar Sejdari, një komandanti i korpusit të Gardës Revolucionare Islamike për televizionin shtetëror, duke shtuar se Iranit nuk i intereson se sa zgjat lufta. Më vonë Garda Revolucionare tha se kishte goditur një anije cisterne amerikane në pjesën veriore të Gjirit dhe se anija ishte në flak. Garda tha në deklaratën e transmetuar nga media shtetërore se në kohë lufte, kalimi nëpër ngushticën e Hormuzit do të ishte nën kontrollin e Republikës Islamike.